24 orë pas plagosjes së Syri Mehmetaj, policia e Shkodrës ka zbardhur ngjarjen dhe ka shpallur në kërkim autorin, i cili rezulton shtetasi SD 29 vjeç. Nga deklarimet e marrë të dëshmitarëve të pranishëm në vendin e ngjarjes, rezulton se i dëmtuari në një lokal në afërsi të sheshit Isa Boletini Shkodër është kontaktuar jashtë ambienteve me një shtetas. Ata kanë debatuar me njëri tjetrin dhe më pas janë larguar, por pak minuta më vonë, vetëm disa metra më tutje, 44 vjeçari Mehmetaj është ruajtur nga autore dhe sapo ka dalë nga lokali ku ndodhej së bashku me bashkëshorten, është qelluar 2 herë me silenciator. Autori i dyshuar është nisur me automjetin tip Mercedes-Benz me targ AA 888 AT në drejtim të daljes së xhabijes, ku edhe më pas ka qelluar në drejtim të shtetasit Mehmetaj, i cili po lëvizte me automjetin tip Benz me targ AA 031 NL, ku nga këqyrja mjetit janë evidentuar dëmtimet të shkaktuara me armë zjarre në xhamin e parë. I plagosuri është dërguar me urgjencë në spital nga bashkëshortja, ndërsa pamjet filmike të siguruara nga bizneset përreth ndihmuan policinë në identifikimin e autorit dhe zbardhjen e skemës së ngjarjes. Si provë materiale, në vendin e ngjarjes janë gjetur 2 gëzhoja model 54, të cilat u sekuestruan në cilësinë e provës materiale. Ndërkohë, 44 vjeçari Mehmetaj, pas operacionit që zgjati rreth 6 orë, mësohet se ndodhet jashtë rrezikut për jetën në reanimacionin e Spitalit të Shkodrës. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë rrethi gjyqësor Shkodër për veprat penale, vrasje me paramendime mbetur në tentativë dhe prodhim dhe mbajtje pa leje e armëve luftarake dhe municionet.